A ki po që kam bërë prokurori Landena? Po e kum po. A të ditën e mirë, për zotëri. Përfundimisht, hetimi i prokurorit Adnan mbyllet me vendim për pushim të hetimeve, ndërsa 2.5 milion euro vlerë kthehen tek pronarët. Ekipi ynë ka kontaktuar me të gjithë të apostrofuarit të këtij hetimi. Sasia më e madhe e arit ishte sekuestruar në biznesin e Xhemail Bajramit. Ati u sekuestruan rreth 14 kg ari. Përshëndetje. Apo flas me Xhemail Bajramin? Jam Ber Mustafa, jam gazetari Kallzo.com. Aksionit të policisë që ka ndodhur me 1 qershor të vitit 2024. E cak i kësaj bastisje u kanë edhe Argjentaria e Juve. E dashta veç me i marrë disa dhana se na e pam që ish mbyll rastin prokurori. Po qysh e keni dëshmu ju që ata ari u kanë Juve, a din më na i tregu pak çto prova çfarë dëshmitar keni pas? Ato janë me letra këta, po nuk droj pas janë shitje edhe qashtu. E sa kilogramja u kanë marrë Juve? 14.450. E pse u kanë marrë atëherë nëse i keni pas me letra? Atë kujtohet? Po se di diçka një tendencë ka, mo pe kujt se di. Po, se këta na i sinjalizus konkurrent aku me dy. Nuk dim më të përgjesh përveç, nuk dim më të përgjesh. Po e qysh e ke dëshmu ti para prokurorie që ky ari u kanë imbulu me letra? Po s'përgjyve ajo dëshmit janë këtë janë zyrtare aty, këtë dëshmit aty, dëshmia u konë se ajo na kemi pas do të shigume, edhe kemi rujt në sef tonë, se s'kemi të veçantë, se s'kemi ku me rujt, s'kemi se qënë ku i rujt, në ato ka zblemi, e pare në bankë zëtëve me shti për shkak të inflacionit, edhe qashtu, në Argjentari. Po, pe kuptoj, po në dokumentat prokurorisë po thotë që shumica janë kanë familjar këta dëshmitarët. Po, ka pas familjarë dhe ka pas me letra. Kani ke pas ti dëshmitarë? Po, i kum pas grujën dhe fëmijë. E a mundesh me na ofru na i dëshmi ndërum që ato që i ke dhonë prokurorisë për shembull na i tregu me ardhna atje me i pas? Me këshyrë se ato dokumenta së dia, guxojmë të dhonë me të prezentu. Po të paktën veç me na tregu qysh e ke dëshmu para prokurorie se dëshmitarët të kenë konë veç familjarët e tu. Po të familjarëve e në kone, e trashikimi ju konë, me që i kalon Bagdyshi. E qëto lidhet me policinë dhe me doganjerë që ju kanë thonë që ju i keni, pse ju kanë thonë kështu? Kush ka thonë? Që aty në qatë letrën që në qatë kallëzimin penal t'Juvin, shkruan që ju keni lidhje me doganjerë dhe me policë. Ja, për një dhe s'kanë thonë, po zare që të kunë pas ka thonë. Për që ajtë sinjalizusin zare pas ka thonë. Jo, për që ta gjasht të arrestumit, po flasune. Ja, të s'ka lidhje, heqa të punë edhe në zdi që s'ku pa në dokument që shkruan ajo, edhe s'ka ku kush lidhje me kërkan. Unë që të kallëzimin penal e kam përpara, po thëtë që është dash me arë policia për i Prishtine për shkak të dyshimeve se ju keni lidhje me zyrtar policor dhe me doganjer. Dhe ato dyshime unë është që dish. Dëshmitarët a i ke propozu ti, a kush i ka propozu? Propozu normal unë i kom propozu se jem konë dokumenta, që ata dëshmitarë jem konë, që ata që jem konë dëshmitarë, ata po jem konë ata deklarata në mëntynë jem konë. Xhemaili duke përdorur deklaratat e familjarëve argumentoi se familja e tij ka 14 kg ari të ruajtur në depot e dyqanit të tyre. Prokuroria u besoi këtyre deklarata dhe Xhemaili bashkë me arin u kthye në shtëpi të lirë. Situata e ngjashme është edhe në biznesin e Sedat Morines. Edhe ati i kthehen në shtëpi 8 kg ari me pretekst të ngjashëm që ishte ari i vjetër e i ruajtur nga familja. Apo flas me Sedat Morine? I ndërruar jam Ber Mustafa, jam gazetari Kallzo.com. E thira në lidhje me Argjentarin, në datën 1 qershor të vitit 2024 ju e keni pas një kontroll prej doganës edhe policisë, ku është sekuestruar një pjesë e arit. Masandej, me një vendim të prokurorit u kthy ajo. Edhe po më intereson veç me të pyet
A u konim sheft ky ari që ju pretendon dogana në për që si farë bunkere depo a qa pithojnë këtyne? Në sef u kona u konim im shefun? Se dalon, a pëdim bunkeri që shpithojnë këta prej sefit që është kështu i hapun. Okej. Jo, veç muna me thirë ma vonë, nëse do në veç më bëjmë mas qaru që shka ndodhë që ke punë. Me deklaratat e familjarë dhe biznesmeni Afrim Hasani arrinti dëshmoj prokurorit se rreth 6 kg të arit ishin të familjes dhe nuk ishin mall i kontrabanduar apo i pa deklaruar. Kom thirë në lidhje me një bastisje që ju ka ndodhë juve në mesin edhe 5-6 argjentarive të tjera në Gjilan në qershor të 2024-ës nëse të kujtohet. E dashta me të pytë për mënyren qysh e keni dëshmu edhe pse ka ndodhë që kjo punë atëherë edhe qysh e keni dëshmu ju se... Pse ka ndodhë dhe dina ta që ka ndodhë, unë nuk e di pse ka ndodhë. Ato dëshmit i kemi quna gjyç krejt, atje janë. Qëfar dëshmish keni pas aty ndërum? Dëshmit tona kemi pas letrat krejt. Qa kemi vleri e familjes e tonat e qashtu. E dëshmitar të rastit kani keni pas ju? A i keni pas familjarë? Nave që kemi që letrat krejt, qka dohet edhe qaqë kur që tjetër. Ata i kanë byllë lëndë të gjyqin, a i ka këtëvi edhe qaqë kur që tjetër. Dhe që pas që dëshmitar po del që ishin familjarë t'ju, tonë? Sa me familjarë ke punë, as ke punë me ljezë të ujë. Pe kuptoj. Ke punë familjarë me familje po në i këto. Në shkulloj me që përkanë, s'ka mas punë të ura, se na i kemë që 4 vjetë të jo. Fejt 1986. A është e vërtet që qitari e keni pas në msheft në për sirtar e në për sefa? Jo, të private të unat, të shpia e man msheft e man qelë në pasarin tëmë. Po dhe veç në dyqanin dhe rum... Dyqan kalim kanë vjedhë në shpetri ka të rere, dyqan kalim kanë vjedhë dhe i këtë vjedhë atë të polici. Edhe që që këmë që kejtë, punë se këmë këmi mojtë për konë dyqan. To e sene private tonat. Qështu, e gjera zeta ati kia ati e gjyqë shkoni, ati i kështë në gjyqë nga ka liru, na i ka kësë tjetër zdi që në thonë. Shikus të ndëruar, bastisjet në këtë ras janë zhvilluar në 6 dyqanet të arit. Në të gjitha dyqanet, të gjitha familjet kishin vendosur që arin të ruaj një trajshëm në dyqane, e jo në shtëpit e tyre. Ajo që shihet në vendim për pushimin e hetime është se prokurori u besoj të gjithve një trajshëm. Deklaratat në këtë formë u përdoren edhe për mbylljen e hetimit për Agron Osmanin, biznesmenit të cilët ju sekuestruan 3 kg ari. Alo, përshëndetje ndërum. Apo flas me Agron Osmanin? Ber Mustafa nga gazetari kallzo.com. Thira në lidhje me një bastisje që e keni pas në qershor të vitit 2024, po është bastisje edhe argjentaria ju. Edhe na e pam që prokurori e kishte mbyllë rastin, po ajo që ka dashta me të pyet është për qëta dëshmitarë, qëta ari që ja u kanë sekuestru juve. A ki po që kanë mbyllë prokurori landena? Po e kom po. A të ditin e mirë, për zotri. Edhe në biznesin e Naser Nezirit ishin sekuestruar rreth 1 kg ari. Neziri thot se ka poseduar fakturat për arin e sekuestruar, por që nuk ka mundur t'i prezentoj në momentin e sekuestrimit, e të cilat i ka prezentuar më vonë në prokurori. Neziri tregon se ari i tij nuk është gjetur i fshehur, por ka qenë i ekspozuar për shitje. Halla. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Apo flas me Naser Nezirin? Po. Thira në lidhje me një kontrol që e keni pas në argjentari ju në qershor të vitit 2024. Po e shoh që vlerat e tjera dhe sasia u kon pak më e vogël në krahasim me këta tjerë, po veç dashta me të pyet qysh e keni dëshmu edhe çfarë ari ju kanë marrë juve atëherë dogana dhe policia. U kon me normal kështu. I kom pas fakturat krejt. Këtë me faktura i kom pas. Po ka një edhe ki po kur kin qëfar stresi ki ka një. Okej. Edhe kur ma kanë marrë madhe, ku më thonë që ku janë këto faktura, po kupton? Se kur u kry këtë, unë e ki po të saluar kontabiliteti, kontabilisti që është, edhe unë i kom thonë, qa ditë, si me sa dëshmoj,
Unë që ditë e mshite dhe të shkoj jashtë më kur s'krena këto. Edhe tani me dëshmi dhe prokurorit i këmë thonë, qatë moment që i kitë një sen që nuk është diçka rregull, që nuk është që i këmë pas me këtë faktura këto, këtë i këmë pas, fakturat, i këmë pas ato letrat që i këmë ble tjetrat, i kanë marrë senet edhe të mështerit që i këmë pas, unë s'këmë pas sasi shumë, unë i këmë pas 900 gram, që shtatë shumë. Po, a e keni pas mallin që ashtu në për sefat më shef që ju shpretendon doganave? Ja, as pak s'këmë pas më shef, as kur gjajsh, këtë regull u konë, këtë regull. Ku e ke pas tja ta mallin që ta kanë marrë? Bash aty tavolin, kur gjë tjetër. Edhe që ashtu e këmë dëshmu, që ashtu e kam ke. Shikus të ndëruar, në procedurat e Bastisjev, para se operacioni i kontrollit të nis, policët dhe doganierët parashtrojnë një pyetje të thjeshtë. Nëse brenda hapësirave ka diçka ilegale, në dokumentet që ne i posedojmë, nuk është përmendur në asnjë rast që në nisjet e Bastisjev, pronarët kanë deklaruar se kanë ari të familjes së tyre. Rreth 800 gram ari ishin sekuestruar edhe në biznesin e Driton Emrullahut, por tek ai ishin sekuestruar rreth 13.000 euro dhe 9.000 franka zvicrane. Alo? Unë jam Ber Mustafa, jam gazetari Kallxo.com. Ju e keni pas një kontroll prej doganës edhe policisë në qershorin e vitit 2024. Ata po pretendojnë që e kanë sekuestru do dukat aty, edhe ajo konim shefun e për depo e prokurori e ka liru masandej. Ja, mund është veç me na tregu që shka ndodhë që kjo punë. Po me tregu drejt, nga që dha fakte që i kina pas, i kina deponu të prokuroria. E për më shumë informacione, më ne me kontaktu ata dhe me shiku shkresën e landës. Okej, veç shkurt pro atëherë këta dëshmitarta, i ke pas familjarë dhe ti, si këta tjetë? Jo, ka pas, jo, nësa e maj men, ka thonë ju më konë kresë kështu, që nuk i kom njo, do i kom njo si klienta që për shembull që 10 vjetë marrë rregullisht, na? E çka ka dëshmu ata që ja u kanë shit juve atare qysh? Për më informacion vetëm të lutem me ki atë shkresën të prokuroria, kredo me thonë landa që a kena deklaru krej.